Debate në kuvend për Zvërnecin, kreu i Partisë Demokratike ka cilësuar investimin e planifikuar në këtë zonë, ndër më seriozët që Shqipëria ka njohur në 13 vitet e fundit, por Berisha tha se Partia Socialiste po tenton ta pengojë realizimin e tij. Sa i përket protestave të banorëve që pretendojnë se po merret padrejtisht prona që kanë në Zvërnec, Berisha tha se shteti duhet të kryejë detyrën e tij për verifikimin dhe hetimin thellues ndaj çdo pretendimi dhe në rast se nevojitet dëmshpërblimin e çdo qytetari që i takon. Partia Demokratike mbështet investimin e huaj. Dhe ju po largoni të vetmin investitor të huaj që ka mbetur në Shqipëri. Majni shërim, po e largoni, vetë thaj, ju më votuat mua, tha. Çdo qytetar, për çdo padrejtësi, për çdo abuzim, kishte shtetin i cili do ta dëmshpërblente atë me kushtet të tregut dhe do të nënshkonte me forcën e ligjit falsifikatorin dhe spekulantin. Në anën tjetër, kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla nënvizoi se investimi do të bëhet, ndërsa dha dhe një përgjigje për mediat greke. Ai akt dhune nga persona privat me licencë të anulluar tani më, policia private ishte i dënueshëm, asgjë tjetër nuk mund të ligjeferoj gjithë këtë batare balte kundër një investimi e para i certifikuar, e dyta me vetting të plot çuarja deri në fund e këtij investimi në Zvërnec, është certifikimi i hapit përfundimtar të vizionit tonë Shqipëria 2030, antar e Bashkimit Evropian, por dhe antar i Ligës Kampioneve në turizëm. Mos harroni kurrë që si është ajo puna e komshiut. Komshiu gjithmonë e ka zili komshiun. Nuk do ishim ne të gëzuar nëse ai investim do shkonte në një vend tjetër. Berisha para gazetarëve jashtë kuvendit akuzoi sërish qeverinë për trajtim të ashpër ndaj protestuesve dhe krahasoi situatat me rastet e mëparshme të protestave në vend, duke pretenduar se ka pasur shkelje të drejtave të qytetarëve.